Nëse je duke e falur tehexhud, je në rekatin e fundit dhe thirret ezani për sabah, a është tehexhud më? Namazi i vitrit, siç kuptohet prej haditheve të profetit alayhis salam, është pas yatsis deri pranë kohën kur hyn namazi i sabahut, pra kur bëhet ezani i sabahut. Kështu që brenda kësaj kohe falet namazi i vitrit. Nëse dikush ndodh që është duke falur vitrin dhe bëhet ezani i sabahut, e plotson vitrin dhe quhet inshallah, pra quhet vitër. Nëse ndodh që ndonjëri është zgjuar pasi është bërë namazi ezani i sabahut, vitrin nuk e ka fal, atëherë e fal pasi lind dielli. Por ndryshe nga gjatë natës që dikush e fal 1 rekat ose 3 rekat, gjatë ditës pra do e fal, ai që e fal 1 rekat e fal 2, ai që e fal 3 do e fal 4. Allahu